deputet i ri, ende nuk të më morë me këtë punë, dhe më ende po vëzhgoj. Hala dhe më njerë dhe më këtyrja 5-6 muj, nëse vazhdojnë kuvendi, me vëzhgu që shkon situata. Unë mendoj kështu që ndarja mes mërgjimtarëve edhe neve që jemi këtu duke jetu këtu është gabimi më i madh, për arsye se njerëz e mërgjimtarëve, puna dhe veprimtaria e tyre është edhe bashkëndërtuesi i shtetit të Kosovës, është liria e Kosovës. Edhe ju e dini gjithë, unë kam qenë hoxha dhe jam ende hoxha, nëpse kam ndruar kom i deputet, imam, dhe më kam qenë imam edhe çdo herë edhe në xhami edhe në paroda kam përdorur fjalën. Ndjersa e Rifat Jasharit edhe Gjaku i Adem Jasharit nuk është mirë me ndan njënën me tjetrën, se po të mos ishte ndjersa e Bacit Rif, sigurisht edhe pushka e Ademit e ka pas pak ma vështirë me kërsit, për arsye se për me ble pushkën, me ble pnuma do të me pas, atëherë ka qenë marka, tash do të me pas euro, për ata që unë kam një respekt jashtëzakonshëm. Ndoshta edhe arsimi, edhe shëndetësia, edhe ushtria, edhe policia, dhe gjithçka që kemi në Kosovë janë të dyjat bashkë. Pra, ndarja në mes mërgjimtarëve, edhe ne që jemi të jetu këtu, është gabimi më i madh. Me i thonë mërgjimtarit, pse po vjen shpejtone, është gabimi më i madh. Këta janë njerëz tanë, edhe njerëz që kemi jetu bashkë me ta, edhe madje ka qenë një periudhë një kohë që mos ishte paret e tyne, ndihma edhe njerëz e tyne, ndoshta na ishte dashur më gjunjëzu. Pra, unë i përshëndes gjithë mërgjimtarët, unë mendoj që ky hap i kuvendit është shumë me vend, për arsye se më ju tregu edhe këtyne që kjo është vendi juaj, keni kontribu për këtë sallë, për këtë kuvend, edhe për këta deputet që janë, se mos ishte ndjersa dhe mundi juaj, sigurisht nuk do të ishim këtë vend që jemi. Që shpo shpjegoni që kanë ardhur një kuvend të pakonstituuar dhe që po akuzohet që ka vështirësi. Unë jam deputet i ri, ende nuk të më morë me këtë punë, dhe më ende po vëzhgoj. Hala dhe më njerë dhe më këtyrja 5-6 muj, nëse vazhdojnë kuvendi, me vëzhgu që shkon situata, unë jam për me pas regula, me pas ligj edhe regull, me u konstitu kuvendi, mirë po është mendoj që partitë politike duhet me i hup, me largu pak i natët me zveti, jenë marë pak si me i nati, liderët ndoshta po i shojnë zonat në mënyrën e vetë. Unë tash jam deputet i ri dhe mendoj që duhet konstituohet kuvendi, por edhe partitë politike duhet i ulin gjakrat, se para se me ko njerëz të partive, ne jemi vllazër me zveti, jemi daj, nipa, kusheri, shok, mik, dashamir, dhe nuk guxojmë me po një tjetrin në bazë syzave të partisë. Mas pari do të me pas bazë syzave të vllavit, e tani ne kemi interesat personale, çdo njëri partitë politike kanë programin e vet, ai që fiton duhet me u respektu. Ai që sfiton duhet me punu që nxjerr se 4 vjet shkojnë sa hora. 4 vjet nuk janë gjata, punë marrë mirë dhe merja pushtetin kësaj partisë që ka fituar më shumë të votë. E tash nuk e di, unë mendoj që ka me lukja fare flame, unë mendoj që o flamë nuk është në e farë smundje mo dhe flamë, po flama ka lërë. Si u që keni pas metodat partimit? Po. Po më një mja fiku tash mrena partisë? Tash jam i ri hala edhe do më vetë sa kam hyrë hera por në politikë, unë e kam përcjell gjithmonë politikën, se gabimi më i madh është mos me u përcjell politika çdo gjë që bëhet, mirë po tash unë nëse shko zori im unë do të jem me u respektuar me zveti, me u dash me zveti, edhe me punu bashkë njëri me tjetrin. Për arsye se nuk jemi njerëz që duhet shtyhemi me bryla njëri me tjetrin. Ai që ka fitu do të m'ja bo për haj, puno ti merja masanena, e jo për shembull unë mendoj që vetvendosja Albin Kurti ka lshu pe, për arsye se po e lyp një kryetar konsensual, domthonjë një kryetar që s'është jashtë një partije politike. E nëse partia atëherë është një farë, unë kam qenë në periudha, një farë kam kralë për kralë, s'pingërëm një inglizin, parti për parti, për mojnë na kryetari. A nëse është për shembull një kryetar që është i gjithëve, edhe mendoj që është shumë e dobishme me qenë një kryetar që është i gjitha partive politike, edhe që është jo partijak, politik, po jo